Një aksident rrugor është regjistruar paraditën e kësaj të premteje në rrugën transballkanike në qytetin e Vlorës. Ngjarja ndodhi rreth orës 9:40 minuta, kur dy automjete u përplasën me njëra tjetrën në fatmirësisht pa pasoja për jetën e personave të përfshirë. Sipas informacioneve në vend ngjarje, në aksident u përfshin një automjet tip Honda, si dhe një tjetër automjet tip Nissan me targa greke. Përplasja ishte e fortë duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në të dy automjetet, ndërsa qarkullimi në zonë u vështirësua për disa minuta. Menjëherë në vendin e ngjarjes zbëriti policia, e cila kreu veprimet e para procedurale, si dhe nisi hetimet për të zbardhur shkaqet dhe detajet e aksidentit. Dyshohet se shpejtësia ose një manovër e gabuar mund të ketë qenë shkaku kryesor i përplasjes, por kjo pritet të konfirmohet nga hetimet zyrtare. Fatmirësisht drejtuesit e të dy automjeteve nuk kanë pësuar lëndime e nuk ka patur nevojë për ndërhyrje mjekësore. Ndërkohë policia rrugore e Vlorës apelon për respektimin e rregullave të qarkullimit, veçanërisht në akset me fluks të lartë dhe të shtuar të automjeteve, për të shmangur ngjarje të tilla.